A shkon dot Edi Rama në Amerikën që nuk ka ambasador në Shqipëri? Prej largimit nga presidenca amerikane e presidentit Biden, maskotës së Sorosit dhe konstelacionit leftist, Edi Rama nuk ka zhvilluar asnjë takim zyrtar në Shtetet e Bashkuara. Nuk ka patur asnjë ftesë, por edhe kur pati rastin të shkonte në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, dërgoi Bajramin e përhumbur dhe vasal. Një shtet, një superfuqi, kur partneri strategjik pra, Amerika, nuk dërgon ambasador, kryediplomat në një vend, në më të paktën do të thotë që nuk e njeh qeverinë e atij vendi. Një shtet që nuk dërgon diplomat në Shqipëri, padyshim që i ka prerë udhën kreut të qeverisë për të shkuar atje, si dhe i deklaron haptazi dhe publikisht se duhet të largohet. Do të thoni ju, po ku është sovraniteti i vendit? Sovraniteti është atje, i pacënuar, ndaj dhe përsa kohë Rama dhe qeveria e tij nuk do ta kuptojnë, se mesazhi që përcjell Amerika është që të largohen. Më shumë thellojnë gropën ku do të zhyten. Media dhe portale në Shtetet e Bashkuara e cilësojnë Shqipërinë si vendin kartel, si Kolumbinë e Europës, një vend peng të miliarderit Soros, dhe Ramën e cilësojnë si sklavin e tij, sigurisht me interesa të mëdha financiare për zografin dështak, apo basketbollistin rezervë. A shkon dot Rama në Amerikë? Kjo është çështje. Gazetarë dhe opinionistë të mediumeve amerikane dyshojnë se Rama nuk shkon dot në Amerikë për dy arsye. Ose sepse realisht është shpallur non grata, ose nuk shkon, sepse ka frikë që sapo të ulet avioni, në aeroport do të arrestojnë. Dhe duket që kjo e dyta të jetë dhe më pranë së vërtetës. Ja pra që fundi po u troket dhe duket se fundi e paska të madhe Çomagen, me të cilën i bie portave të kështjellës së kartelit. Rama nuk shkon në Amerikë, sidoqoftë.